I kërkuar prej vitesh nga drejtësia kosovare, i arratisur nga burgu dhe i zhdukur pa gjurmë në disa shtete të botës, Arjan Luka përfundoi në pranga mijëra kilometra larg Kosovës, në aeroportin ndërkombëtar Eldorado në Kolombi. Arrestimi i tij i bërë publik nga Ministri i Mbrojtjes së Kolombisë riktheu në vëmendje një nga emrat më të përfolur të kronikës së zezë në Kosovë i lidhur me vrasje, arratisje dhe dyshime për përfshirje në raste të rënda kriminale. Sipas autoriteteve, Luka ishte në kërkim ndërkombëtar për veprat penale, vrasje rënd dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Hetimet kanë zbuluar se gjatë viteve 2023-2026, ai kishte lëvizur në disa shtete duke përdorur dokumenta të identitetit alternativ serb, me qëllim shmangje në kontrolleve ndërkombëtare dhe arrestimet. Emri Arjan Lukës u bë publik fillimisht në vitin 2012, pas vrasjes së Fidan Shabit në Pej, një rast që tronditi opinionin publik në Kosovë. Sipas aktakuzës së kohës, Shabi ishte thirrur në një banesë nga Besarta Kastrati Haraxhi, ku më pas ishte vrarë. Prokuria kishte pretenduar se Luka kishte ndihmuar në fshehjen e trupit, zhdukjen e provave dhe shkatrimin e armës së përdorur në krim. Vet Luka kishte mohuar përfshirjen direkte në vrasje, megjithatë kishte pranuar se kishte pasur një borxh ndaj viktimës. Trupi i pajeti viktimës ishte gjetur disa ditë më vonë, kurse gjatë kësaj periudhe ishin arrestuar Arjan Luka dhe Besarta Kastrati Haraxhi. Rasti mori tjetër kthesë vite më vonë, kur Besarta Kastrati Haraxhi, e dënuar për vrasjen e Shabit, deklaroi publikisht se autori i krimit i kishte qenë Arjan Luka dhe se ajo e kishte marrë fajin në kërcënime. Sipas deklaratave të saj, Luka e kishte kërcënuar me jetën e familjarëve nëse nuk e merrte përgjegjësinë për rastin. Sipas raportimeve, gjykata themelore në Pej e kishte shpallur vajtor Arjan Lukën për rastin e vrasjes së Fidan Shabit. Në vitin 2019, derisa po e vunte dënimin, Luka u arratis nga burgi i Mitrovicës gjatë një vikendi të lejuar nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Ai nuk u kthye më për të vazhduar vuajtjen e dënimit dhe për vite me radhë konsideroi në arrati. Në një intervistë të mëhershme, kishte rrëfyer se ishte larguar nga Kosova fshehur në bagazhin e një veture drejt Serbisë. Pas 7 viteve në arrati, autoritetet kolombiane arritën ta lokalizojnë dhe ta arrestonin në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe njoftimit të Interpolit. Arrestimi i tij tashmë hap rrugë për procedura të mundshme të ekstradimit drejt Kosovës.